nuk pe kuptoj kryetarin e momentalisht përparimin qysh po e ku ja ka qit pikën me bo Prishtinën në London, kur Prishtina është disa një lagje e Londrës, edhe na ka kompliku në suaza të ekstremit jetën. Krejt që ka mu më pengon në këtë pjesën e qashtis politike është që populli jam po hek, populli jam është i paknaqën, edhe mu vedisu të gjithë qeveritarë cilët ata janë do të vinë në pushtet, në të ardhmen, le të bojmë për këtë vend se është të na shku rinia, edhe është të na ik rinia dhe është të na shku rinia poshtë, e është shumë gjyna se jemi popull shumë inteligjent, jemi popull dashamirës, me zemër shumë të mirë, hala nuk kemi kalu në disa ekstremizme që na i shohim dhe i dim në përbot, e kemi një rini, faleminderë Zotit, shumë të shnosh, është mirë mi ju përkushtu pak ma tepër këtij populli, se nuk jena shumë, jem një shtet shumë i vogël për me pas që ka stelashet më dhaja, mu që kjo ma tepër më pengon, edhe nuk ja akceptoj, sa i përket qeverisis komunale në këtë rast po du me folë, se jetojnë Prishtinë në krye qytet edhe kaosi komunikacionit është, nuk pe kuptoj kryetarin e momentalisht përparimin, qysh po e ku ja ka qit pikën me bo Prishtinën në London, kur Prishtina është disa një lagje e Londrës, edhe na ka kompliku në suaza të ekstremit jetën. Unë jetoj në një lagje të Prishtinës, ku fatmirësisht gjykata supreme e kish pezullu pjesën e parkingut, që fillova dhe me pagu parking, edhe nuk gjojsha parking, edhe marr gjoba shumë të shpeshta të policisë vetëm për keq parking, se nuk kam një lagjën ku jetoj ku me lon kerrin, do me thonë elementarja. Po, fikse gjithë të cili prej neve ka një kerr të shtëpia që duhet me pas një vend ku me lon. Edhe na duhemi me kuptu që kerri nuk ka luks, është nevoj. Fiks, në ditën e sotit është nevoj. Edhe mos foli për pjesën tjetër të tash të mbeturinave që nuk po kena as kanë abuzu me neve në çdo ditë. Inshallah nuk na ka në epidemi, do me thonë në pjesën e Kosovës në përgjithësi keq mesazh jam i politikanëve, po në pjesën komunale kisha lut kryetarin se di sa ndikoj veç të lut na lej çto planet urbanistike, çto fantashkencat e tua për pjesën e komunikacionit se nuk na vyn një korz 2 metra ose 5 metra gati njerëz të janë tu pas telashe për me dalën çat korz nuk mundet një njeri që jeton kushtimisht të marrën vranjevës me të ardhë kom ty dejtë e sheshe, a i dikon të me lon kerën, apo kupton, ndjes për fjallën korz, a i di që kanë me më gjyku për shesh. Se, po halon shumica i thujnë atë korz, po dalim korz. Kështu që lej sheshet 5 metra, e fokusohu e bëna një zgjidhje në komunikacion, e mos na birë punën, mu bëna atash holandeze, londinez me dal me bicikla, se kem kultura atë pjesë, as nuk jena londinez, dhe është i vetmi kryetari komunët për momentin që ka pas ka acaru, pas ka prejkit lukëtin atë, adim se ma prejk lukëtin se une për shambull minimalisht përveç që vonona një punë në një obligim tamin me makine dhe shpenzoj benzin saj me uj nuk hec, të najt në për kolona, për një me pikena punë pak shumë picku me jo nga i shko kryje takimin, jo me marrë qikën për i shkollës, jo avden besom që i gëzona kur të kam një punë më ramja, se di që s'ka trafik. Rruga qelë, mund është me hyu dhe me dalë edhe ma ndena ma shumë pikushtën rëndësi shesheve në shumicën e lagjeve na prishën gumat prej gropave, që ta ashtu artë të podcast, rash me një grop tepër të madhe. E pas këm po shtire. Po, shno shkofshim, se ta shina mësu kjo është bo pjesë e jetës, e sa mirët me do regula londinezë është mirë mi mshele edhe gropat në për rrugë, edhe me na bo se cilit në për lagje të mundshme makinat e tona mi parku. E mos me qitë kër efekte ekstra se na duhet neve pak ko për me mri standartin e Londrës.